dispozicion të aksit. Kreu i autoritetit rrugor shqiptar Dashamir Xhika në një mbledhje me dyert të mbyllura në Shkodër u ka kërkuar prerë kontraktorëve që mirëmbajnë akset e veriut gatishmëri maksimale përballë rreshjeve intensive dhe ngritcave që priten në vend. Më pas për mediat, Xhika shpjegoi se askush nuk do tolerohet nëse nuk respekton kontratën për mirëmbajtjen e rrugëve. Duhet të degradojnë më tej këto kontrata, duhet të përdoren me efikasitetin e duhur. Ne gjatë këtij viti kemi ndërhyrë duke rritur edhe çmimin për njësi të mirëmbajtjes për akset prioritare. Sipas Xhikës, dëmi paraprak i rrugëve nga rreshjet për llogaritën në rreth $7 milion. Akset problematike kanë qenë akset kryesisht të zonës Kukësit, të Dibrës dhe rruga e Kombit. Për llogaritet diku nuk kemi një vlerë të saktë sepse grupi i punës është ende duke punuar, por një preventiv paraprak mund të jetë një dëm në masën $7-8 milion. Kreu i autoritetit rrugor shqiptar pranon se shkurtimi i buxhetit për emergjencat ka dhënë efektet e veta, por nga ana tjetër kompensohet në projektin 5 vjeçar të mirëmbajtjes së rrugëve i financuar nga Banka Botërore. Një projekt me një fond $130 milion për 5 vitet e ardhshme dhe do të menaxhohen 1300 kilometra rrugë prioritare. Dhe ky projekt do të zgjidhë shumë problematika në akset kombëtare dhe niveli i mirëmbajtjes do të jetë në një standard bashkëkohor. Sipas parashikimit të sinoptikanëve, qarku i Shkodrës pritet të ketë sasi më të madhe të rreshjeve me 90 mm për ditët e ardhshme.